Para se të filloj, po flasim para se të filloj kjo e Kemi Quksit. sërish lëkundje tërmeti? Mirë, nuk dihet, mirë, vazhdojmë me... Po, edhe ajo që farë është e rëndësishme është që kemi pasur zjarre, edhe ajo që kulmoj më shumë është në zjarre i cili ndodhi në... ju bëj thirrje që të qetësoni, sepse vetëm kështu... Jo, ne jemi të qetë, unë realisht shpresoj shumë që këto lëkundje të mos vazhdojnë edhe më tej, dhe le të shpresojmë që edhe të gjithë qytetarët të ndihen të qetë dhe të mos friksohen në banesat e tyre në këto orë të para të mëngjesit, ku sa duket epiqendra e tërmetit, ashtu sikur se jeni duke ndjekur, ka qenë në zonën e Fushkrujës, thellësia ka qenë 5 kilometra. Vazhdojnë në Ajo çfarë gjej rastin me që tu po flasim po ndodhet tërmeti, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që tërmeti ka fazat e tij që të ndodhjes. Nga 1 sekond deri në 4 sekonda, në 3-4 sekonda, ky tërmet ka fazën e parë të para hyrjes të tërmetit, por në sekondin e 5 deri në sekondin e 7, këto janë ato magnitudat që tërmeti jep fuqinë e tij. Dhe u bëj thirrje që në këtë hark sekondar duhet që njerëzit të mos tentojnë për të larguar. Sepse pra nga 5 sekond të qëndrojnë të sigurt aty ku janë dhe të mos tentojnë, sepse shumica aksidenteve, incidenteve që ndodhin 4.1 ka qenë magnituda e këtij duhet ta kuptojmë dhe shkallës rrite. u bëj thirrje pra nga sekundi i parë deri në sekondën e 3-4 është pa panik dhe nga sekundi 5 deri në 8 janë ato sekondat të cilët kanë kulmin më të madh të cilët të grativitetit. Kështu që u bëj thirrje që në këto sekonda të mos lëvizin, të mos tentojnë, por të mund të gjejnë dhe të shtrohen nëse do kenë në vendet të cilët të shohin më të mbrojtur aty ku janë.